Tani vazhdojmë bisedën aty ku e lam. Pra, E para, në vitin jo, më le të bëj pyetje, lutem. E para, si u kanë pritur elektorati? Ju jeni kandidat i qark me Tiranës. Jashtëzakonisht mirë. Ku keni qenë? Ku e keni sonduar veten? Me të veten? gjithë hapësirën në Tiranës. Kam pasur takime me qytetarët e Tiranës, me telefon, me kafe, me takime, me shpërndarje flet palosjesh. Ku e keni atë qendrën më që e quan më ndihesh më mirë aty? S'kam qendrën unë. Kam zemrën e qytetarëve të Tiranës dhe zemrën e shqiptarëve. Zyra ime elektorale është në zemrën e nacionalizmit shqiptar. S'ke zyrë? Jo, s'kam zyrë fare, sepse s'kam komoditet të kem zyrë. Unë nuk kam, slogani im është me besoni që shërbej, nuk kam vula as Ky slogani ju e personal? Po, me besoni. Po partia? Me besoni që shërbej. Partia ka, Shqipëria meriton më shumë. Dhe unë në pjesë e koalicionit Euroatlantik, slogani im personal me besoni që shërbej. Unë nuk kam as kulla, as vula, s'kam as pasuri. Pasuria ime është dashuria për Dheun, besimin Zot, familja. Tani miri që të kishe në një gjë? Dhe kulla ime është fjala ime, e mbajtur. E kam dëshmuar që e mbaj fjalën.